Me pankarta në duar dhe me thirrje për mbrojtjen e pasurive natyrore të vendit, qytetarët e Vlorës vijuan edhe pas ditën e së premtes protestën kundër ndërtimeve në Zvërnec, si dhe në zonat e mbrojtura të Bregdetit. Tubimi i cili mlodhi aktivist, ambientalist, përfaqësues të shoqërisë civile dhe qytetarë të ndryshëm, u zhvillua në qendër të qytetit dhe më pas përgjatë bulevardit Vlorë-Skel dhe në Lungomare. Pjesëmarrësit mbanin pankarta me mesazhe të forta kundër ndërhyrjeve në mjedis dhe kundër asaj që ata e konsiderojnë si cënim të interesit publik. Adheu nuk shitet, mbrohet, liria nuk negociohet, patriotizmi nuk vishet, promovohet, ishin disa nga sloganet që shoqëruan marshimin përgjatë rrugëve kryesore të qytetit. Protestuesit shprehën shqetësimin e tyre për projektet që po zbatohen në zona me vlera të veçanta natyrore dhe ekologjike, duke theksuar se Zvërneci dhe hapësirat e tjera të mbrojtura përbëjnë një pasuri kombëtare që duhet të ruajtur nga brezat e ardhshëm. Sipas tyre, zhvillimi ekonomik nuk mund të vijë në kurrizë të mjedisit dhe të trashëgimisë natyrore. Gjatë marshimit, qytetarët kërkuan më shumë transparencë nga institucionet shtetërore lidhur me lejet e dhëna për ndërtim, si dhe projektet që presin zonat e mbrojtura. Ata theksuan se vendimarrje të tilla duhet të shoqërohen me konsultime të gjëra publike, si dhe me respektimin e legjislacionit mjedisor. Protesta në Vlorë vjen në vijim të një së reagimesh qytetare që janë zhvilluar gjatë javëve të fundit në qytete të ndryshme të vendit. Organizatorët thanë se synimi i tyre është sensibilizimi i opinionit publik për mbrojtjen e territorit dhe për pasuritë natyrore, duke kundërshtuar çdo ndërhyrje që sipas tyre rrezikon ekosistemin dhe identitetin e zonave të mbrojtura. Tubimi së premtes u zhvillua në mënyrë paqësore, ndërsa pjesëmarrësit marshuan përgjatë Lungomares, duke tërhequr vëmendjen e kalimtarëve dhe turistëve të shumë që ndodheshin në qytet. Shumë prej tyre u bashkuan thirrjeve për ruajtjen e mjedisit dhe mbrojtjen e hapësirave publike. Qytetarët e Vlorës janë bashkuar njëkohësisht edhe protestës kombëtare që zhvillohet në Tiranë, ku çdo ditë kërkohet largimi i qeverisë dhe dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Sipas organizatorëve, protesta do të vijojnë edhe në ditët në vazhdim, me qëllim rritjen e presionit publik ndaj institucioneve për të rishikuar projektet e kundërshtuara, si dhe për të garantuar mbrojtjen e zonave me rëndësi të veçantë natyrore dhe mjedisore. Mos